Endometrioza është një patologji ginekologjike e përhapur në fakt, që shkakton një ndër problematikat kryesore të saj është infertiliteti. Është në vetvete një mbjellje themi ne e indit endometrial, që është shtresa e brendshme e mitrës, jashtë kavitetit mitrës. Kjo shtresë që quhet endometër normalisht tek një grua, tek një vajzë ndodhet në pjesën e brendshme të kavitetit mitrës. Tek këto vajza ose tek këto gra të cilat prek nga endometrioza, kemi një mbjellje ose një shpërhapje të këtyre indeve jashtë mitrës, që mund të ndodhin në pjesën e vezoreve, në pjesën e tubave uterin, në pjesën e zorëve, në pjesën e vezikës, kudo në kavitetin pelvik ku janë të vendosura organet genitale dhe kontaktet e ngushta që ato kanë me organet përreth. Çfarë ndodh te këto paciente? Këto paciente në kohën që bëjnë fazën e tyre menstruale dhe endometri shkakton atë gjakderdhjen që ne dimë, tek këto gra, tek këto vajza, edhe këto vatrat që kemi implantime të endometrit, bëjnë të njëjtën gjë, imitojnë të njëjtën gjë sikurse endometri në brendësi të kavitetit të mitrës. Dhe shenja tipike që një vajzë ose një grua duhet ta marrë si alarm për të bërë një kontroll te ginekologu është nëse ka një cikël menstrual tepër të dhimbshëm. Një cikël menstrual me dhimbje që fillojnë ndoshta edhe përpara ardhjes së menstruacioneve dhe që zgjat edhe përtej asaj afatit normal që shumë vajza dhe shumë gra mund të kenë në ciklin e vet menstrual të vetin fiziologjik. Kështu që dhimbja është një ndër shenjat e para që kjo patologji manifeston. Pastaj, problematikat që lidhen ngushtë me endometriozën, siç e përmenda pak më përpara, është edhe pjesa e infertilitetit, sepse i lezionet që këto vatra të endometrit shkaktojnë në brendësi të hapësirës pelvike, mund të çojnë në bllokime të tubave uterine, mund të çojnë në dëmtime të ovareve, të vezoreve, gjë që dëmton dukshëm dhe shumë rënd fertilitetin e kësaj gruaje. Pse endometrioza shpesh mbetet e pa diagnostikuar dhe dhimbjet shpesh herë janë quajtur edhe si normale të një vajze në krahasim me një vajzë tjetër, pra që e ka të vetat në një lloj forme. Ashtu është cikli i saj natyror. Endometrioza ndonjëherë mund të shpëtoj pa u diagnostikuar në kohë, themi, sepse jo gjithmonë ajo mund të detektohet ekografikisht. Ne detektojmë endometriozën ekografikisht kur ne shohim atë formë të saj kur shfaqet si formacion kistik, që ne e shohim dukshëm në ekografi. Por në momente kur kemi vatra të vogla, të cilat janë të pakapshme nga ekzaminimi ultrasonografik, është më e vështirë që të kapet si patologji dhe të diagnostikohet në kohë. Por thash, një ndër shenjat që ne duhet të na bëj të jemi pak më alert tek ekzaminimet, ndoshta edhe pak më të detajuara, është dhimbja pelvike, dhimbja që thash nuk ngjason shumë me atë dhimbjen tipike menstruale. Është e vërtetë që shumë vajza mund ta përjetojnë ciklin e vet menstrual me shumë dhimbje, por ky është një cikël menstrual i tillë që në fillim. Janë bërë shumë studime në këtë fushë dhe është parë në fakt që ka një lidhje midis endometriozës dhe menopauzës së parakohshme. Ne themi vetë që mekanizmi që e mban gjallë endometriozën është hormoni estrogenit. Dhe hormoni estrogjeni e dimë që është goxha i rritur për sa kohë ne jemi në fazën riprodhuese. Dhe në një farë mënyrë ne dimë që në momentin që shkojmë në menopauzë, edhe shenjat ose simptomatologjia e endometriozës pëson një lehtësim tek këto gra. Si thua, është një zgjidhje menopauza. Por ndodh dhe anasjelltas që vetë endometrioza mund të çojnë në një menopauzë të parakohshme. Ajo çfarë është parë në studimin që është bërë në vitin 2022 është parë që sidomos ato paciente të cilat kanë formën e endometriozës me kistë endometriozik ose më saktë me prekje të vezores, kanë gjasa më të mëdha për të bërë një menopauzë të parakohshme. Madje u pa që ato paciente të cilat kishin prekje të dyja vezoreve njëkohësisht kishin shanse
edhe më shumë për të bërë një menopauzë të parakoshme se sa ato që kishin prekje vetëm të njërës prej vezoreve. Dhe kjo është e kuptueshme sepse ne e dim që vezorja ka potencialin që na prodhon hormonet seksuale tek vajzat, tek gruaja. Dhe në momentin që ne kemi një dëmtim të indit të strukturës të këtij organi që është vezorja, patjetër që ne na dëmtohet edhe aftësia prodhuese e këtyre hormoneve, kështu që detyrimisht do na çojë në një menopauzë të parakoshme.